të themi, më e shëndetshme përbrenda vetes, prandaj detyrimisht të gjitha këto procese që po kalojmë në këto momente na duhen që ne të marrim mësime që na duhen, të mund të mbështetemi më tepër tek njëri tjetri, të kuptojmë se çfarë ka vlerë në të vërtetë, sepse në këto momente shoqëria është thyer në shoqëri, duhet ta them, materialiste. Vlera që ne kemi më tepër në këto momente është paraja, prandaj edhe në mënyrë që të kalojmë te diçka që mund të mbështesi edhe jetën, sepse në këto momente jeta është e vështirë të shkëputemi nga materialja. Prandaj pra, na duhet dhimbja që ta marrim këtë mësim. E gjitha në tërësi, mënyra e jetesës dhe gjithçka tjetër ne shpesh e kemi diskutuar në fakt që gjërat duket sikur po ndryshojnë dhe nisa në një mënyrë shumë të shpejtë. Domethënë, a është e vërtetë kjo? Pra, ka një lidhje ndoshta deri diku edhe me gjithën këtë për cilën ne po diskutojmë tani? Ka lidhje. Faktikisht ka dhe shumë teori që koha është duke u përshpejtuar, që më duket shpeshherë më duket shumë e drejtë. Duket edhe ty ashtu. Po koha është përshpejtuar dhe si rridhoj edhe ne duhet ta përshpejtojmë për ta kapur ritmin e kësaj kohe dhe detyrimisht ndryshimi është më i shpejtë. Me që jemi këtu, më lejo të bëj një pyetje. Kush është më nga shenjat që e ka më të lehtë, po themi, që për të përshtatur? Për të përshtatur, ndoshta për ta shpejtuar hapin apo edhe për ta sfiduar vetveten, se ne e dim fare mirë në një farë mënyrë që ata të cilët kanë më shumë vështirësi në përshtatje, që po diskutonim edhe pak më herët për shembull të shenja e demit në përgjithësi, sikur po përdor një shprehje popullore, koklaviten pak gjërat, ndoshta pak më shumë. Cila nga shenjat e ka më të thjeshtë, po themi të gjithë këtë ndryshimin apo përshpejtimin e ndryshimeve, qoftë në jetën personale, qoftë edhe në atmosferën familjare? Atëherë, kemi 3 shenja. 3. Është shenja e binjakëve ndryshon shumë shpejt, duke qenë se, siç e thash, kërkojnë vazhdimisht stimulim dhe informacione shumë rëndësishme për ta, prandaj dhe vazhdimisht janë në kërkim. Kanë në kodin e tyre, pra duan ndryshimin, pak më tepër që janë një shenjë ndryshueshme. Ndërkohë që shenja tjetër, e cila nga që përballet më shumë sfida në jetë dhe është detyruar që të përshtatet shpejt nëse do të mbijetoj, është shenja e akrepit. Akrepi. Po. Dhe shenja tjetër, e cila është shumë përparimtare në kuptimin që do vazhdimisht të shikojë në horizont, do të eci shpejt, është shenja e dashit. Pra, nga të gjitha grupimet, se shenja e akrepit është një shenjë fikse, si rridhoj dhe ajo e ka këtë, dhe nga shenjat kardinale, shenja e dashit. Pra, mund të themi që shenja e gaforës mund të ishte një nga këto, sepse i pëlqen që të përshtatet me ambientin e tjerë, por shenja e gaforës do të hedhë gjithmonë rrënjë, prandaj edhe ka raste që ngecin mbrapa. Kërkoj që këto 3 shenjë që përmenda vazhdimisht duan ndryshim, ose përshtaten shumë shpejt. Përshtaten më thjesht me ndryshimin. Denisa, do më lejosh të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish sepse kemi ende për diskutuar. Qëndroni me ne.